Interesante këto zgjedhjet e Tiranës, që kanë përqen më shumë politike se zgjedhjet e tjera. Pse? Se mos harro diçka. Edhe nëse ne I fitojmë zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, duhet pas parasysh fakti që e para mandati do jetë shumë I shkurtër, 1 vit e gjysmë. E dyta, do të qeverisësh me një këshill bashkiak që dominon Partia Socialiste dhe me një qeveri të Partisë Socialiste. Që do thotë fusha e veprimit të kryetarit bashkisë do jetë shumë e kufizuar. Patjetër, kryetari i bashkisë ka disa kompetenca, mund të rregullojë ca gjëra. Mirë, por prapë do të jetë rëndësishme për faktin që një kryetar I bashkisë do të jetë rezistencë ndaj projekteve shkatërrimtare të qeverisë, e dyta do të ofrojë shpresë politike. Pra këto janë ndoshta zgjedhjet më politike që do bëhen në Bashkinë e Tiranës, sepse do të jetë sinjali për të ardhmen. Çfarë do bëhet në 2027 dhe mbi gjitha çfarë do bëhet në 2029. Një rezultat shumë I mirë I lëvizjes bashkë në këto zgjedhje ka përqeni kamban shumë e fortë, alarmi për Edi Rama dhe shpresë për shoqërinë shqiptare, prandaj jemi të vendosur jo vetëm të hyjmë, po të bëjmë një fushat më të fortë, madje më të fortën që kemi bërë deri më sot,